I nderuar koleg, sot do të prezantoj një rast jashtëzakonisht interesant. Na vjen vëmendje një grua shtatzën në javën e 14 me fetus të prekur nga një kist abdominal. Kistet abdominale fetale janë grumbullime lëngu që zhvillohen në barkun e fetusit gjatë shtatzënisë. Duhet thënë se në shumicën e rasteve janë benigne dhe shpesh zgjidhen vetvetiu. Shkaqet më të shpeshta lidhen me kistet ovariane fetale, natyrisht tek femrat, të cilat janë më të zakonshmet dhe lidhen me hormonet e nënës, por faleminderit. Në përgjithësi, ato janë tipike në tremujomin e tretë shtatzënisë. Kistet mezenterike ose intestinale që burojnë nga zorra ose mezenteri, kistet renale ose urinare që janë të lidhura me veshkat ose rrugët urinare, kistet hepatobiliare që zakonisht janë më të rrallat dhe pastaj ato nga duplikimi i zorrëve. Por shumë shpesh ne pyesim veten kur duhet shqetësohemi. Shqetësohemi. Atëherë, para zgjithash, kur këto kiste rriten shumë, kanë një rritje të shpejtë, arrin për masa shumë të mëdha që zakonisht variojnë nga 4 deri në 5 cm, kur ka shenja ekografike të torsionit ose një çarje të kistit, sepse ka daljen e lëngut që ndodhet brenda kistit, gjë që mund të shkaktojë një irritim të peritoneumit deri në forma të vërteta klinike. Peritoniti, formim të lëngut të lirë, pra një grumbullim të lëngjeve në bark, i njohur si ascit, por kistet me përmasa mjaft të mëdha mund të shkaktojnë gjithashtu edhe një fenomen të tipit kompresiv, siç janë pengesa serioze në kalimin e zorëve, vështirësi të theksuara në rrjedhjen normale të urinës dhe në disa raste specifike mund të shkaktojnë edhe një hemoragji intrakistike, pra një hemoragji të brendshme brenda vetkistit. Si zakonisht, fillojmë gjithmonë me rrugën transabdominale dhe më pas do të ketë një pjesë të ekzaminimit me rrugën transvaginale. Mund të vërejmë menjëherë praninë e kësaj lezioni kistike në nivelin abdominal. Vëreni që kjo lezion ka borde të mirë përcaktuara dhe të rregullta, përmbajtja e saj është plotësisht anekogjene. Shohim këtë ndarje të vogël, këtë sept që ndan kistin, këtë fije. Hiperekogjene. Masim kistin dhe ka një biometrik kryesisht 2 cm me 2 cm. Ky është septi, në fakt e shohim, shkruajmë që ky sept ndan kistin, vendosim ngjyrën. Septi dhe bordet e kistit nuk kanë asnjë vaskularizim, pra color score negativ. Vazhdojmë të vëzhgojmë me kujdes kistin, duke u siguruar plotësisht që nuk është një kist torakal, por në të vërtetë një kist abdominal. Në fakt, duke e zmandhuar imazhin këtu në ekran, mund të shohim qartë stomakun që ndodhet në anën e majtë, ndërsa ky këtu është një kist abdominal që ndodhet saktësisht në anën time të djathtë të barkut. Mund të shohim edhe këtë aspekt rëndësishëm që kur ka një kist abdominal, duhet të përjashtojmë që të mos ketë një vezik të madhe. Në fakt, këtu e shohim shumë qartë vezikën, 2 arterjet umbilikale që rrethojnë vezikën. Është e rëndësishme që të shohim që nuk ka anomali të lidhura me veshkat. E shohim shumë mirë veshkën, pas pak kalojmë te shtylla kurrizore, shohim edhe nga ana tjetër veshkën tjetër. Nuk ka kiste në veshka, kështu që tashmë kemi përjashtuar që mund të bëhet fjalë për një kist të veshkës, ose të jetë e lidhur me aparatin urinar dhe të kemi të bëjmë me një vezik të madhe. Në fakt, një kist endoabdominal i këtij lloji hyn në diagnozë diferenciale me vezikën e madhe. E shihni këtë kist që pastaj shtrihet poshtë hemidiafragmës së djathtë? Dhe pastaj këtu sigurisht bëjmë një studim të detajuar të fetusit, sepse duhet të përjashtojmë ndonjë anomali të shoqëruara, të cilat për fat të mirë, siç do t'ju tregoj në këtë video, nuk ka anomali të shoqëruara. Shohim një tibje të rregullt, një fibull të rregullt, një femur të rregullt. Këtu kalojmë nëpërmjet rrugës transvaginale, mund ta shohim edhe më qartë këtë kist, i cili në fakt mat rreth 22 me 25 mm. Rezultati i vlerësimit ngjyrave është negativ. Vazhdojnë të vërehen qartë ato septa, ato ndarjet e brendshme strukturore.
Përmbajtja është plotësisht anekogjene, pra është një kist me lëng. Edhe një herë, edhe këtu përpiqemi të shohim mirë veshkat, sepse veshkat në javën e 14 të duken shumë mirë me rrugën transvagjinale. Kemi vendosur kaliperin mbi një veshk për ta identifikuar dhe të njëjtën gjë do të bëjmë edhe me veshkën tjetër. Vini re që këto fagjolini për ekogjen janë dy veshkët dhe nuk paraqesin asnjë formin kisti. Dhe pastaj bëhet një studim shumë i detajuar edhe i zemrës për të përjashtuar kardiopatit. Shohim që edhe në javën e 14 mund shihet shumë mirë prerja e 3 bazave, pa mboshtin e gjatë të djathtë, pra të arterias pulmonare. Shumë rregullt, vazhdojmë. Tani po aplikojmë ngjyrën Doppler për të vëzhguar me kujdes prerjen e 4 dhomave dhe së shpejti do të kem mundësinë t'ju shfaq edhe një prerje të rregullt të anës së majt. Edhe këtu prerja e 3 bazave që tregon kryqëzimin e rregullt është në rregull. Dhe pastaj një prerje e rregullt me 4 dhoma me mbushje të zemrës. Dhe pastaj shohim një prerje të rregullt të majt, pra aorta del siç duhet nga barkushja e majt dhe shkon drejt djartas. Pra, nëse angazhohemi edhe në javën e 14, mund të bëjmë një studim shumë të saktë të zemrës. Dhe këtu po ju tregoj një translucencë plotësisht të rregullt, pra shihni qartë një hund me formë mjaft të rregullt. Këndin frontonazër. Dhe pastaj këtu translucenca që kemi mundur të vëzhgojmë. Por, cilat janë mesazhet që duhet të marrim me vete? Atëhere, kur kemi përballë një fetus që është i prekur nga një lezion cistike endo-abdominale, duhet të bëjmë një monitorim të rept, pra një monitorim gjatë gjithë shtatzënisë. Duhet të shohim edhe nëse zhvillohen anomali të tjera të shoqëruara, sepse në këtë rast kemi të bëjmë me një fetus në javën e 14, pra gjatë shtatzënisë. Mund të shfaqen edhe anomalit tjera që sot nuk i shohim, por mund t'i shohim më vonë. Duhet ta drejtojmë gruan shtatzën për një konsultë gjenetike, ku gjenetisti do të vendosë nëse është e nevojshme apo jo të bëhet një studim i kariatipit të fetusit. Në disa raste të veçanta, kur ka cista shumë të mëdha që vërehen gjatë shtatzënisë, mund të jetë e nevojshme të kërkohet edhe një konsulte specializuar kirurgjikale pediatrike. Por gjëja më e rëndësishme është që ne duhet ta informojmë plotësisht gruan shtatzën dhe çiftin për mundësinë e një zgjidhje spontane. Në një përqindje mjaft të mirë të rasteve, cistat endoabdominale priren të zgjidhen në mënyrë krejtësisht spontane vetvetiu. Në rast se ato nuk zgjidhen, është e qartë që pas shtatzënisë, pra menjëherë pas lindjes, duhet të kryhet një vëzhgim i hollësishëm dhe i vazhdueshëm mjekësor të porsalindurit dhe nëse është e nevojshme ta drejtojmë edhe drejt një ndërhyrjeje kirurgjikale. Nëse cista shkakton probleme. Faleminderit për vëmendjen.